Modelja Vesa Vllasaliu ka zyrtarizuar romancën me sulmuesin e kombëtares shqiptare, Mirlind Daku. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova postoi në Insta Story një futë të futbollistit teksa mban një voglushe në krah, të cilën Vesa e uron për ditëlindjen. Gëzuar ditëlindjen Lana, të don dada shumë, shkroi modelja, krahas imazhi të vajzës me lojtarin e kombëtares, ku shihet dukshëm portreti i Mirlind Dakut. Gjithashtu, pak javë më parë, ishte Vesa ajo e cila ka ndarë me ndjekësi disa momente të veçanta me partnerin e saj, teksa putheshin. Po ashtu, publikoi në Insta Story edhe foton e një buqete me trëndafila të kuq, që me sa duket, ja kishte dhuruar Mirlind Daku në përvjetorin e lidhjes. Gëzuar përvjetorin, lexohej në foton e publikuar. Edhe pse lidhjen ata e kanë mbajtur të fshehtë nga vëmendja publike, duket se tashmë çifti kanë vendosur të dalin hapur. Në media janë raportuar raste kur Vesa është parë duke e përkrahur Dakun në ndeshje të ndryshme, përfshirë edhe në stadiumin Air Albania gjatë përballjes ndaj Letonisë. Çifti duket se po shijon një periudhë të qetë dhe të lumtur, ku dashuria dhe mbështetja reciproke janë në qendër të jetës së tyre. Këtë e ka dëshmuar edhe vetë Vesa përmes një postimi në Insta Story, ku ajo ka shpërndar një video trend nga TikTok me mbishkrimin: "Më falni mami dhe babi, diploma ime u bë dekor, por u martova me një burr që kujdeset shumë për mua." Me sa duket, gjërat mes tyre tashmë kanë marrë një rrjedhë tjetër, duke u bërë më se të konsoliduara. Madje, Vesa e quan burri im, Mirlindin, duke na zbuluar edhe planet që mund të kenë. Që në nisje të lidhjes të dy u përfshihen në disa probleme që përjetuan, por duket se shpejt e gjetën rrugën e paqes dhe dyshja sot ka nisur bashkëjetesën. Meqense lidhja me familjarët tashmë është zyrtarizuar, është natyrshme të pyesim se kur do të shohim një foto të përbashkët të çiftit. Një moment i tillë do të ishte një hap i rëndësishëm për të dy, duke treguar se ata janë të gatshëm të ndajnë më shumë nga jeta e tyre me publikun. Vesa shfaqet gjithmonë e buzëqeshur edhe lumtur pranë familjes së partnerit të saj, duke reflektuar një lidhje të fortë dhe të besueshme. Kjo është një dëshmi se ajo ka arritur të integrohet mirë në jetën e tyre, një aspekt i rëndësishëm për çdo marrëdhënie të suksesshme. Që pas daljes nga Big Brother Kosova, ku ajo mori pjesë, modelja ka bërë edhe disa deklarata të tjera për ish të fejuarin e saj. Por prej disa kohësh ajo e ka mbyllur këtë histori, ku duket se është përqendruar te romanca e saj e re. Modelja Vesa Vllasaliu me sa duket ka rigjetur sërish dashurinë pas ndarjes së bujshme nga futbollisti kosovar Mërgim Berisha, i cili sipas saj e tradhtoi me shoqen e ngushtë Edona, me të cilën tashmë është martuar. Me sa duket, modelja tashmë ka mbyllur një kapitull të trisht në jetën e saj, duke rigjetur sërish dashurinë. Ndonse mbi shkrimi në foton e postuar në Instagram, nxiti aludimet se tashmë ka të reja në jetën personale të Vesës, nuk dihet nëse modelja ka nisur një lidhje të re dashurie apo jo. Në intervistat që Vesa ka dhënë, është qenë shumë e ashpër jo vetëm me ish të fejuarin e saj, por edhe me familjarët e saj. Madje në një rrëfim ajo është shprehur se kunati i saj ka tradhtuar bashkëshorten e tij, si edhe i ka dërguar mesazhe edhe vetë Vesës, SMS që modelja pretendon se i ka akoma të ruajtura. "Vllai vet normal që flet keq për mua, sepse kam biseda që ai më ka shkruar. Ai është i martuar me 3 fëmijë dhe e ka tradhtuar gruan e tij. Më ka shkruar edhe mua. Kur i kam thënë të fejuarit tim, e kam screenshot, kështu që më qet. Le të flasin çfarë të duan dhe të bëjnë çfarë të duan. I kam unë të gjitha dhe avokati im." U shpreh Vesa Vllasaliu.